Kur ka bërë vjeshtën e parë? Kjo është vjeshtja e parë? Kjo vjeshtja është sytë e tuve të timtarët. Unë mendoj se kjo i drejtoheshe ono një infermiereje, ono një të smure që ai dhe kanë bërë dashuri të obori i spitalit. Ka bërë dashuri? Absolutisht. Sytë e tuve të timtarët i mbulon pluhur i zi, që janë të zi këtu. Po? Ndoshta ishte smur. Po? Sytë e tuve të timtarët ndezin ymi valadetesh, me vështrim të perënduar ka qirplote ti më mbetesh, si ti fsheh që pale dendur të pachmuar atë stoli. Kur i pasho në natë helmi hën e largë mi shderdhur nar, kur i pasho në natë helmi ari derdhur më bëzia, më bëgas nër fërfëllon të vgjeri shenjë tijen e tia, mi shtrat flete sa poshtruar në shiqeli zilitar. Këtë do ishte smura, jo infermiere. Me siguri, sytë e tu e nik me kohë, sytë e tu që di pa qmim, sytë e tu që kërqim gazmuar i skëterës dhe mshurishte, kish durim, ylli zhuritur, yll me zjarë durimi kishte, që mbaroj ka që dritë të djeli, që mbaroj ka që dëshërim. Se u tregoj në një lasgushi kush ishte kjo? Jo, po nuk mundeshim të flistim me babin. Okej, do të pyes për këto. Tani, rria mbyllur në dhomën time dhe studioja, se po nuk studiove shumë, nuk bëhesh dot poet. Absolutisht. Dhe poet të bëhesh o i math o hiç, se po s'je i math je i hiç në art. Arti, siç kemi thënë, ka vetëm një grad të parë. Dhe ai zgjodhi midis pikturës dhe poezisë. Tani, pyetja ime, ç'ishte ky, nga doli ky talenti te Llazar Gusha? Po ajo është punë e providencës hynore. Kishte trashëgimi juve? Jo, e cakton ai ato edhe atje, po. S'kishte babai, nëna, gjysha, një poet, një bejtëgji, fare. Përkundrazi, fisi ti ishte niveli fare i zakonshëm. Nuk ishte kategoria e vllajt Van Goghut. Që e ndihmovi ato gjithmonë i mblodhi ato. Ata nuk e dinin ç'është ky thoshin. Dhe pastaj Llazar Gusha, po këtë pseudonimin kur e vuri? Atë pseudonimin e ka vënë në Bukuresht. Kur shkëve studiu? Është La nga Llazar, La. Llazar, La ka marrë. Së është Sotir Jati. Dhe si mbiemër, si për të plotësuar emrin ka vënë mbiemrin Gush. Las Gush. Las Gush, do të La është dy gërmat e para të emrit, S Jati dhe Gush mbiemri. Gusha. Dhe ka vënë Poradeci. Tani këtë Poradeci, se edhe ti thua Poradeci, ma thuin çikmë pse se thonte gënë. Po jo, po është bulgarisht, Podgradec, nën qytet, nën Kala. Kala nën qytet. Nën Kala. Do të thënë po. Pod është nën. Nën. Grad qytet. Grad qytet. Qytet. Qytet do të thënë Kala. Ec është Kala. Kala. Ec është Kala. Po është nën dhe grad është qytet. E po qytetet ishin si formë kalash atëre që mfuteshin brenda e kështu. Dhe ai pse e gën pasaj? Për ta shqipëruar. Poradec. Po, Poradec. A e bukur fare. Edhe Poradecarët, Poradec thon. Poradec e thon, ëh? Po, Poradec thon. Do të thënë nuk është, ata e thon prej Llazgushit apo Llazgushi prej atyre? Jo, nuk di se nga e thon, po Poradec thon, se ne Poradecarët thon, ne Poradecarët. Po mos është ajo që bie Bashkëngëllorja G. Po pse do bieri? Pazëshme. Si turqit? Po nuk shkruaj shqipja, si thaj, ajo këndohet kënga, tha, nuk shkruhet, tha. E di. Se mund tjetë dhe kjo, si ajo për te uru si qabes, ajo nuk është ur, është gur, për te gurit ka rënë gëja. Se dhe atje ka rënë gëja. Gëja ka rënë. Po, për te gurit ka basma të mekës. Po se kjo gëja nuk shqiptoj dhe të gjua turke, më duket. Kur e ka midis fjalës nuk e tani për te gurit i qabes. Po. Kënga është për te urës si qabes. Po s'ka, në Arabia s'ka lumë fare. Po. Rrjedhimisht nuk ka urë. Tani që shko urë në... është Meka, guri Mekës. Okej, foto tjetër? Foto... Tani, kjo është identiteti. Tani na tregoj çik se ti ke ardhur dhe me diplomat. Për çfarë u diplomua Llazgushi? Babi u diplomua për filologji. Njëherë bëri shkollën e Akademinë e Arteve të Bukura në Bukuresht. Në Bukuresht. Sepse masi u kthye nga Greqia, ju nis për Bukuresht. Po? Ati ishte i vllai, ishte kolonel, që ishte martuar me Rumune dhe 2 motrat e babit që ishin në Kurbet. Po? Me burrat. Atje qeveria rumune ishte viti 1921. Dhe qeveria rumune për të ndërprerë regjistrimin në Akademinë e Arteve të Bukura Qifutëve, kishte nxjerrë një urdhër
ndalohet regjistrimi në akademi i të gjithë të huajve. Do të thonë përjashtoheshin të huajt. Po, që mos dilte direkt që futët Po, edhe i të përjashtoj gjithë. gjithë. Pra ky ishte i huaj, ky nuk regjistrohet. Dhe çfarë bëri? Si u regjistrua? Atëherë ki pati një shok atje, dhe ai ishte piktor. Ai quhej Joan Doboshari. Po? Ky Joan Doboshari, kur u martua bëri 3 djem. Të treve ja u vuri emri Joan. Joani parë, Joani dytë, Joani tretë. Sa e bukur kjo. Se kisha dëgjuar Po. herë. Dhe Ja i thri se i njëshi, dyshi, treshi? po. Jo, nuk di si i thriste. Po njëherë nga shtatet e saj ai çonte një kartolinë babit me pamje nga Bukureshti dhe i thoshte, Llazari thoshte, atje thoshte është ajo kafeneja ku shërbenin kafe me filxhan floriri. Unë akoma nuk jam futur për të pirë kafe. Filxhan floriri, e? Filxhan floriri, po Bukureshti është Paris i vogël. Po, dhe pasaj babi mbaroi Atëherë artet. duhet merreshe një lejë speciale që të regjistroheshe këtu në Akademinë e Arteve të Bukura. Po si mund ta merrte leje speciale vetëm po takote ministrin e arsimit. E takoj? Dhe e bën planin me Joan Dobosharin, morën një kostum pasaniku, morën një karrocë, atëherë kalonin me karroca, s'kishte makina, dhe u porosit karrocieri që kur të ndalonte përpara ministrisë të arsimit të Rumanisë, t'ja hapte derën këtij, që t'i krijote përshtypje portieri që ky është djalë pasaniku. Wow, e bëri këtë, Dhe portieri aktrim. mos i kërkonte po, dhe portieri nuk i kërkovi fletyrje. Se mund t'i thoshte që po ti ku do shkosh. Si kërkoj fare. E parë që ky ishte djalë pasaniku, U futët, Tojza, e la. u futa thot babi, këtë ma ka tregu vetë babi. Babi U vetë. futa thot edhe po shqikonja thot për ato korridore thot zia nga të shkonja, shtyva një derë, aty ishte mbledh gjithë Këshilli Ministror, bënte mbledhje. Kur hap shtyva derën, unë tha babi ata ngrin, sepse sa ishte kry revolucioni tetorit dhe terroristët shetisin në përbot. Dhe ata e pan këtë djalosh 20 vjeç ky, edhe ngrin. Jo mos u tremni, tha babi. Unë jam një djalosh që vi nga Shqipëria, i tha. Dëshira ime vetme është që të shkel pragun e universitetit. Unë njoh poetët tuaj, unë njoh Emineskun, unë njoh Koshbukun, dhe filloi babi të recitonte poezitë e Emineskut. Aty? Po, ata ngelen. Ata u të shmëndën, besoj, jo ngelen. Po të nxjerrim një leje speciale këtij djaloshi. Dhe i nxorën një leje speciale. Por tha ju do t'i nështroni konkursit që të regjistrojnë në Akademinë e Arteve të Bukura. Dhe konkursi ishte 5 ditë zgjaste, i mbyllnin të gjithë pjesëmarrësit e konkursit në një dhomë dhe vendosnin përpara skulpturën e Afroditës, perëndeshës bukurisë. Dhe ata duhet ta vizatonin. Tha babi, unë e bëra për 2 orë. Kupton? Po pastaj çfarë bëre ti? Pastaj fillova po vizatonja portretet e shokëve se nuk la lidit të dilim jashtë. Po mirë mo ti, thosha unë, në një grua nuk ishte atje në një vajzë atje kishte, po ishte njëra, tha, ishte shumë e bukur, tha. Unë kisha turp ta shikonja. Po ky mund të kishte turp, po edhe aq i turpshëm nuk më duket mua me këto poezitë që ka bërë babi. Atë që se pastaj. Dhe unë e fitova, tha, konkursin, dole pari, dhe ajo mua frua. Tha, po ju si e fitot, Maria quhesh ajo. Maria, pandaj ta paskavën kam emrin e motrës babit, kam emrin e motrës babit. Po ti, si pas zakonit shqiptar, zakonit ortodokse, ortodoksia është pellazgjia. Pagzimi, vendosja e emrave i gjyshit i këtij është pellazgjia. Po dhe pasaj babi filloi dhe mbaroi. Jo, po i tha kësaj, ti do vishte dhoma ime, i tha që të mësoju sekretet se si do ta fitosh konkursin. E të Dhe dhoma? ajo sa po erdhi, tha babi, u fut te dhoma ime, unë i thash, gjvishu. Jo me kuptimin e keq, se shqiptarve... Po gjvishu, kur i thot një vajzë në dhomë, gjvishu... Se, tha babi. Qa kuptimi ka, Maria? Jo, se një artist nuk duhet ketë turp. Dhe këtë gjë ma ka thënë dhe Sadik Kaceli, se ishte mik me babin tim, një buri bukur Sadik Kaceli, një buri shkëlqyer.